Mirë mëngjes për gjithë juve shikues dashur, jemi tash me rubrikën sot në Kosovë, si që të regoj Agnesa, koha për të realizuar edhe një intervistë në studio, që do tjetë për një fushat mjaft me rëndësi, që ka të bëj me dhunën në shkolla, më sakt fushat kundër dhunës në shkolla, të cilën e ka organizuar Ministria e Shkencës, e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Unë këtu e kam edhe këtë fushat, ose më sakt përmbajtjen e saj, me qëra do ta shpjegojmë tash, edhe do të kuptojmë më tepër për krejt ato që ka i përmban edhe mënyrën se si është mendu që të shkoj një fushat e tillë, për shkak se do të përdorin forma të ndryshme, mjete të informimit, po ashtu, që sa më tepër të ketë jehon, po themi kjo fushat. Unë të ftuar e kam Merita Jonuzin, që është koordinatore për të drejtat e njeriut, dhe po i falenderoj që ka ardhur sot. Mirëmëngjes. Faleminderit gjithashtu, ju tashmë veç jeni bërë pjesë e fushatës, në momentin që ju keni shpreh interesimin për përmbajtjen dhe promovimin e saj. Me kënaqësi, duke shpresu që të ndihmojmë sa do pak edhe të ketë rolin ton. Po, brenda rolit. Merita, po flasim pak për fushatën fillimisht. Këtu i kemi disa prej pikave kyçe ndoshta të asaj se çka i përmban kjo fushat, po arsyeja pse duhet të kemi ndoshta në një kohë të tillë, tu i pas parasysh edhe rastet që i kemi pas së fundi të dhunës në shkolla, dhe i kemi të shpeshta madje. Po, në fakt Ministria çështjet e parandalimit dhe reagimit ndaj dhunës i ka adresu që kur është themeluar si ministri, krahas gjitha politikave, sepse qëllimet e arsimit janë që fëmijët të zhvillohen brenda potencialit të plot, të krijojnë shkatësi për jetë të përgjithshme, jetën e tyre vazhdimsinë jetën reale, në mënyrë që fëmijët të zhvillojnë, të kenë vlera të qytetërimit, mirëkuptimit, tolerancës, të kenë edukim cilësor që u mundëson atyre të jenë qytetarë të përgjithshëm dhe të denjë për zhvillimin e shoqërisë. Dhe tani, krahas kësaj që është esenciale për sektorin e arsimit, që fëmijët të zhvillohen brenda potencialit plot, në kuptimin akademik e kemi parasysh ne rolin si sektor arsimor, institucionet arsimore në gjithë hierarkinë e tyre do të kenë parasysh çdo sfidë dhe çdo barierë që u atësënon atë qëllim dhe atë rezultat që e pretendon sistemi arsimor. Dhe mënyra që ata mund të trajtojnë këtë temë dhe t'i drejtohen, ta përmendim këtë? Vis-a-vis kësaj lloj tendence që sektori të rrisë përgjegjësinë e vet për të pasur në konsiderat çdo element që ja sfidon rezultatin një fëmije, gjithë fëmijëve dhe gjithë sistemit arsimor, ne kemi krijuar politika për parandalim të dukurive negative, specifikisht për parandalim të dhunës dhe reagim ndaj saj. Këto politika ne i trasojmë në vazhdimsi, vit pas viti, bëjmë aktivitetet ndryshme, përveç se është sanksionu dhuna me ligj, kemi kriju, do me thënë, sistem të raportimit e të referimit online, kemi krijuar materiale didaktike se si tema e dhunës të adresohet nëpërmjet procesit të mësimdhënies, sepse roli i sektorit të arsimit është që fëmijët të edukojnë nëpërmjet procesit cilësor arsimor se çka është e dëmshme dhe çka është e mirë për ta. Në kontekst të dhunës, çka është e rrezikshme dhe cilat janë pasojat e dhunës. Po, sidomos që janë të formave të ndryshme dhe nuk është vetëm një lloj i saj. Kur pretendojmë të kemi qytetarë të përgjithshëm dhe nxënës të suksesshëm, gjithsesi këto lloj elementesh mësuesi në klasë duhet të ketë ndjeshmëri ndaj tyre dhe të reagojnë në kohë reale, në kohë të dur, karshi fenomeneve, për të siguruar që fëmijët janë vijus të rregullt sistemit arsimor, që t'jenë brenda atyre rregullave që i përcakton sistemi dhe që të kenë rezultate mësimor dhe të zhvillohen dhe të përfitojnë prej sistemit arsimor. A ka ndryshu kjo sa do pak të themi viteve të fundit, për shkak se dhe një raport i publikuar prej UNICEF-it, në vitin 2020 pati tregu që 41% të nxënësve kanë përjetuar dhunë në shkollë. Po tani, kjo problematika e dhunës në shkolla është e dimenzionit shumë sektorial dhe shumë perspektiva, ka me do të thonë, janë elemente multidisciplinare, janë shumë faktorë të ndryshëm që gjenerojnë e motivojnë dhunën dhe përjedhojt duhet me u trajtu me qasje ndërsektoriale. Sektori arsimit ka për rol parandalimin nëpërmjet edukimit cilësor,
rolin në raportim të rasteve, identifikim dhe reagim karshi tyre, kur është në pyetje faktori shkollë, herë kur e gjeneron dhunën në rastet kur dikush nuk sillet mirë me fëmijën, kur dikush nuk vlerëson siç duhet, kur dikush është diskriminues e tjera, edhe pse këtë dhënat që i kemi deri tani, faktorët kryesor që e gjenerojnë dhunën në shkolla dhe në rrethana tjera janë ata familjar, social, ekonomik. Është një tranzicion i gjatë që ka ndodhur në Kosovë mas luftës, janë këtë hulumtimet flasin edhe për traumat që ripërsëritën, domethënë pasojave të luftës e tjera. Po problemet të dhunës kanë dhe shtete tjera, mirë po çdo shtet në botë, çdo shtet demokratik, krijon politika dhe mobilizon këtë mekanizmat për të qenë të vëmendshëm dhe reagues aktiv, thjesht proaktiv ndaj fenomenit të dhunës. Tash Ministria e Arsimit në këtë rast, si po e sheh si temë që duhet të trajtu, edhe faktikisht i përmendim sistemin zinxhiror se si shkon kjo sa i përket përjetimit të dhunës në shkolla, do thotë duhet drejtuar fillimisht tek shkolla, pastaj nivelet e tjera si shkojnë. Po. E tham që faktorët janë të shumtë që e motivojnë dhunën dhe përjedhoj duhet me pas trajtim multidisciplinar të fenomenit të dhunës. Dhuna shpërfaqet në shkollë, po në shumicën e herave, këtë rastet e referuara, dalin që i kanë rënjët dika tjetër dhe kanë një rrethon tjetër. Disë fëmijë që rritën me modelet e dhunës në familjet e tyre, me problemet të ndryshme, shumë dimenzionale që mund t'i kenë, ata e shpërfaqin atë pakënaqësinë edhe në kontekst shkollës, edhe dalin në tabor të pabarazis në raport me një shok ose një shoqe që e ka një familje të rregullt dhe ka një situatë të favorshme për zhvillimin e vetë. Masanej këto pabarazis sociale janë disa elemente që gjitha e motivojnë fenomenin e dhunës. Mandej është elementi i moshës, i adoleshencës, i ndryshimeve hormonale, i fazës tranzitore të fëmijëve prej një nivel arsimor në tjetrin dhe mënyrës se si u qasën gjithë këtyre fëmijëve, si i mirëpresin dhe si reagojnë, si i orientojnë mirë e tjera, ka shumë elemente dhe me thonë që po kur rastet ndodhin në shkollë, instruksionet tona janë dhe sistemi ashtu si që është i dizajnuar, flet që rastet të fillimisht identifikohen dhe trajtohen në shkollë, në momentin që identifikohen, nisin të trajtohen, shihen elementet që e kanë motivuar atë, në momentin që situata e një rasti, specifikat e ti flasim për dimenzion tjetër social, familjar, ekonomik, rrethon tjetër, shëndetësore, abuzive, përfshirjen të elementit të sigurisë ose të një rrethonet, kërcënimit nga jashtë ose tjera, shkolla ka detyrim institucional, do me thonë përgjegjësi ligjore për ta referuar rastin në mekanizmat tjerë të përgjegjësisë, në instancat tjera në komunë që janë shërbimet e mirëqenies sociale, qoftë policia, shëndetësia, varësisht prej specifikës së rastit. Po ndalemi pak edhe ty rasti fundit që e patëm, sepse të tillë ka pas kohëve të fundit, fatkeqësisht ka qenë edhe goditja me shuplake një 5 vjeçari në Mitrovic nga edukatorja e tij. Raste të tilla mandej trajtimi i tyre Ky rast e të ngjashme që mund të kenë ndodhur dhe ndodhin edhe ato që nuk raportohen fare, shembull, është e sankcionuar me ligj, dhuna është e ndaluar në çfarëdo forme, në çfarëdo rrethane. Ne po provojmë që të zhvillojmë politikat e mbrojtjes fëmijës vis-a-vis ligjit për mbrojtje të fëmijës dhe kjo krejt ndërmarrja e fushatës dhe e veprimeve në parandalim të dhunës është në linjë me detyrimet që i kemi nga ligji për mbrojtje të fëmijës. Kur bëjmë një politika të mira të mbrojtjes fëmijës, është dashur me u pa edhe në fazën kur punësohet dikush, nëse ka sjellje apo jo korrekte me fëmijët, nëse i pranon këto politika brenda institucionit, nëse është i gatshëm t'i zbatojë, në të kundërtën ai s'mund të qëndrojë brenda një sistemi edukativ dhe arsimor, sepse sistemi edukativ arsimor duhet të ketë qasje shumë cilësore të veprimit, një kujdes të mirë për zhvillimin,
intelektual, fizik, emocional, social të fëmijëve, jo ta pengoj atë lloj zhvillimi që e kërkon. Format e tregimit të kësaj fushate, do thëtë përveç kësaj pjesës mediatike, është planifikuar që tjetë në për shkollat, në mënyrë që ato të sensibilizohen, të tregojnë se saktësisht se si duhet funksionoj edhe tregëndshi, nxënës, arsimtar, mësimdhënës edhe prind pasaj, edhe kjo besoj që ka rëndësinë. Po, karakteri i fushatës është ndërgjegjësues, ana tjetër ne shfrytëzojmë këtë kohën e fushatës që e kemi vendosur 1 mujore, por ne këtu nuk i ndalim, as nuk i kemi fillu këtu aktivitetet, sepse punojmë në kronologji. Do të zbresim edhe në rajone me tryeza diskutimi dhe në këto nivellet të diskutimeve ne marrim edhe opinionin prej mekanizmave të shkollave, prej niveleve tjera të përgjegjësisë në komuna, se çfarë nuk po na shkon neve, çka po ndodh që ne me gjithë punën që e kemi bërë, me gjithë politikat cilësore që i ka zhvilluar ministria, dhe sfundin e kemi kriju dhe një forum për shkollat miqësore, ku kemi përfshirje të gjitha institucioneve dhe gjitha instancave të përgjegjësisë për sa i përket mekanizmave që duhet ta mbështesin shkollën që ajo të jetë miqësore, të jetë e padhunshme, të jetë e sigurt e tjera. Kjo ndërmarrje, do me thonë, që është bërë dhe veprime në kronologji, unë e thash që kemi legislacion të mirë, kemi politika kundër dhunës, kemi materiale didaktike, kemi sistem të konsoliduar të raportimit të referimit, por ende qalohet edhe në raportim, por edhe gjithherë, sepse ka tendenca të fshehjes së rasteve. Po, a mund të ndodhë që ndoshta është një sistem i mbyllur, por që nuk ka dalë ndoshta ndër vite, për shkak të mungesës të raportimit edhe qenit transparent. Ka tendenca të fshehjes së rasteve, po dhe këto raste që po raportohen dhe që fliten shumë, është një farë indikatori që po rritet edhe ndjeshmëria ndaj detyrimit për raportim. Tjetra, këto forumet e diskutimit që ne do të kemi gjatë këtij muaji, do të na shërbejnë për me marrë inputet e terrenit. Anën tjetër, jemi në bashkëveprim me partnerët, sepse krejt veprimet tona që i kemi bërë deri tani, çfarëdo politike që i kemi zhvillu në bashkëveprim me krejt partnerët relevant, zhvillimor të Ministrisë së Arsimit, sepse në momentin që ne në planifikimet tona nxjerrim një nismë, neve na ofrohen vetë partnerët tanë, si në këtë rast, për Save the Children, Syri i Vizionit, e kemi gjithmonë UNICEF-in si ombrelle krejt politikave që lidhen me mbrojtje të fëmijës, e kemi institucione tjera shtetërore të niveleve të ndryshme, policinë, e kemi ministri tjera, por e kemi dhe halkën tjetër, që është Universiteti i Prishtinës, kësaj radhe ne jemi edhe në forum i kemi antarët e Universitetit Prishtinës, sidomos të katedrës së psikologjisë dhe të fakultetit të edukimit, që e kanë primatin për me rritë përgjegjësinë e atyre që ofrojnë shërbime në institucionet tona që janë kuadri i shërbimeve mbështetëse, por edhe vetë kuadrove që përgatiten nga Fakulteti i Edukimit për mësimdhënie, që t'jenë brenda këtyre kornizave, të politikave, të edukimit cilësor, duke shmangur çdo rrethon që e pengon edukimin cilësor. Kështu që do të kemi, domethënë, edhe ligjërata në përshkolla nga kuadri i Universitetit Prishtinës, do të ketë aktivitete edhe nga Këshilli i Nxënësve, sepse ne i kemi përdor krejt instancat që dhe i kemi thirrë të gjithë që të na bashkohen në këtë fushat. Merit, shumë faleminderit edhe kënaqësi që ishe sot këtu. I ndam këto informatat kryesore për fushatën, e cila do të zgjas 1 muaj sa për informacion për audiencën tonë, edhe faleminderit kënaqësi. Faleminderit gjithsesi edhe juve. Shihemi.